Ingji kështu e pret kunatën për drik. Angjelusha Saliu pas martesës po jeton në Zvicër ku ka krijuar një jetë e ri. Ajo së fundmi ka mirëpritur në shtëpinë e saj kunatën e saj Lartën. Për vizitën, Angjelusha ka shtruar një drekë të bollshme, detaje që ka ndarë me ndjekësit përmes disa imazheve nga ambientin familjar. Përgatitjet e saj tregojnë për kushtim dhe mikpritje. Dy kunatat njihet se kanë një marrëdhënie të shkëlqyer dhe shpesh shihen duke kaluar kohë së bashku. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.